A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dhe të dashur, vazhdojmë me detyrat tona ndaj Kur'anit. Sot e kam një mësim që ka të bëjë me shpejtësinë e leximit të Kur'anit. Ju e keni vrejt, dikush lexon shumë kadale, dikush lexon mesatarisht, dikush lexon shumë shpejt. E do të mundohem me disa fjalë me tregue gradat e shpejtësisë leximit të Kur'anit. Pa janë disa grada. Ka grada e shpejt, grada mesatare, edhe grada që është ngadal. E para, grada më e ngadalshme është grada që quhet në tajvid grada e tahqiqit. Tahqiqi be me lexue ngadal, rrjedhshëm, edhe duke lexuar me tajvid. Kjo është grada më e ngadalshme. Kështu si thuhet kjo gradë? Tahqiq. Dietar kanë thonë disa njerëz kur lexojnë ngadal ka mundësi me bënë një gabim. Cila është e gabimi? I zgjatin disa shkronja që s'duhet më zgjat. Ta marrim një shembull. Tu dash me lexu kadale, kur fillon bismillah që lexon bismillah, e zgjat bëjën, sinin, aty nuk ka zgjatje. Po tu dash me lexu ngadal, i zgjat disa, i shton disa shkronja që s'ka të bëjë me leximin. Do të pas kujdes, ai që lexon ngadale, mos të shtoje disa shkronja që nuk janë në Kur'an. Nuk janë pjesë të ajeteve. Pa kjo e para. Shembull, një gabim tjetër që bën disa njerëz, tu dash me lexu kadale, te Fatihaja, Siratal ladina an'amta alejhim. Kur lexon alejhim, ja ban alejhim. E zgjat jen, e zgjat hëjen. A ka zgjatje aty? Nuk ka zgjatje. Po të dash me lexu ngadal, i bën disa gabime. Pra me pas kujdes. Ai që lexon me tahqiq, ai që lexon ngadale, duhet të ketë kujdes mes me shtu disa shkronja. Por me lexu ashtu si është musaf. Kjo është e para. Kjo është grada më e ngadalshme. Grada më e shpejtë si thirrët, grada e shpejtë thirrët el-hadr. Tahqiq e para, e dyta hadr. Haderi çka është? Ka thonë dietar, haderi është me lexu shpejt, por jo duke i thirrë rregullat e tajvidit. Prap kemë lexu me tajvid. Po lexon shpejt. Shikoni shembull. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lexoa shpejt. E kjo shpejtësi është el-hadr. Ka thonë dietarët te shpejtësia ndodh një gabim. Cila është gabimi? Njerëzit u dash me lexu shpejt, i shkrin shkronjat, ose me thonë gjuhën tonë, i hajnë disa shkronja. Nuk i shqiptojnë shkronjat tamam. Tu dash me lexu shpejt. Shembull, në surën Fatiha e kemi ajetin Siratal ladina an'amta alejhim. Kur do me lexu duke shpejt, çish lexon? Siratal ladina an'amta alejhim. E nuk e shqipton. Siratal ladina an'amta alejhim. Çish është Kur'an? Siratal ladina an'amta. Tu dash me lexu shpejt, hemzën e kalon. Do të pas kujdes. Ai që lexon shpejt, më thonë duhet, më thonë me i shqiptu shkronjat ashtu siç është në Kur'an. Edhe me lexu me tajvid. Këtu çka ndodh një gabim? Këtu ndodh para Ramazan. Shumë xhamia të dash me lexu imami më shpejt Kur'an, të dash me kry sa më shpejt taravijen, edhe ndodh dhe bile imam lart i hajnë disa shkronja. Pas kujdes të edhe për imam lart të xhamive, po edhe ne që lexojmë Kur'an, kur dëna me lexu shpejt mes mi hangër shkronjat. Edhe grada tjetër me radhë e treta është grada e tedvir. Tedviri është mes shpejtësisë edhe ngadalësisë. Mesatarja. Mesatarja cila është? Atë që lexojmë ne. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nuk lexoha shpejt. Po edhe jo ngadale. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Kjo është një mesatare mes shpejtësisë dhe ngadalësisë.
E tash, pra pasmi 3 lloje, 3 grada të leximit. Pasmi grada shpejt, mesatare, edhe çka tjetër? Edhe ngadalë. Ulemat kanë thonë, të 3 gradat hinë tek tertili. Allah ka thonë Kur'an, warattilil Qur'ane tertila. Edhe Kur'anin lexoni rrjedhshëm edhe ngadalë. Nëse lexon shpejt, me rregullat e tajvidit, ti je të lexuar me tertil. Nëse lexon ngadale, me rregullat e tajvidit, ti je të lexuar me tertil. Lexon mesatarisht, me rregullat e tajvidit, ti prap je brenda rregullave të tajvidit, edhe quhet tertil. A kupton? Kur kanë pyetën Aisha radhiyallahu anha se si pejgamberi lexonte Kur'an. Aisha radhiyallahu anha ka thonë, pejgamberi sa kur lexonte Kur'an, ai aq ngadalë lexonte Kur'an, surja ishte e shkurt, të duke si me konë një surë e gjatë. Nga ngadalësia që e lexonte pejgamberi sa duke ja dhënë hakin çdo shkronjës. Pasi të më pas kujdes kur lexojmë Kur'an, më thonë mes mi hangër shkronjat, nëse lexon shpejt. Nëse lexon ngadalë mes me shtu shkronja, por më ja dhënë hakin çdo shkronjës. Edhe një meselën edhe në fund, kanë thonë dietar, cila gradë është më e mirë? A me lexu shpejt, a me lexu ngadalë? Dietar kanë thonë, njeriu nëse do me bë hatme, është mirë me lexu shpejt. Qëllimi është hatme me bë më shumë. Por nëse e ki qëllimin me munal tek ajetet, me marrë mësime, me meditu ajetet, është më mirë me lexu ngadalë. Pra kemi raste kur me lexu ngadalë është më mirë, por kemi raste kur me lexu shpejt Kur'anin është më mirë kur ne dëna me bu më shumë hatë. Si ndodh kjo për Ramazan? Ne lexojmë më shpejt në Ramazan, qëllimi është me bu më shumë hatë. Pra kjo është për sot, është një meselë interesant, pra gradat e shpejtësisë leximit të Kur'anit. Inshallah vazhdojmë nesër. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.